Një nga momentet më të tensionuara të ferma VIP ka bërë xhiron e rrjetit pas prajmit të fundit, ku konkurrentja Fabiola Elezaj u përfshi në një debat të fortë dhe përdori gjuhë fyese ndaj moderatores Arbana Osmani. Sipas të raportimeve në media, situata u përshkallëzua gjatë transmetimit live në momentin kur Arbana po përpiqej të qetësonte debatin mes fermerëve. Fabiola, e revoltuar nga zhvillimet brenda shtëpisë, reagoi ashpër dhe ju drejtua moderatores me fjalë fyese, gjë që shkaktoi menjëherë reagime të shumta në rrjet. Incidenti nuk mbeti vetëm te fjalët. Mediat raportojnë se gjatë të njëjtës mbrëmje pati edhe një përplasje me fermerin DJ Bujaka, ku Fabiola dyshohet se hodhi një shishe drejt tij. Pas këtyre ngjarjeve, në ferm mbërriti një zarf me vendimin e Agait, i cili anuloi televotimin e mëparshëm dhe hapi një votim të ri, ku publiku do të vendosë nëse Fabiola duhet të vazhdojë garën apo të largohet nga formati. Në rrjetet sociale, ngjarja ka shkaktuar debat të madh, me shumë komentues që e kanë cilësuar sjelljen si të papranueshme për një spektakël televiziv me audiencë të gjarë. Nga ana tjetër, ka edhe zëra që kërkojnë që Fabiolës t'i jepet një mundësi e dytë. Ndërkohë, në portale dhe rrjete sociale po qarkullojnë pretendime për një përplasje të mundshme ligjore mes Arbana Osmanit dhe Fabiola Elezajt, madje duke përmendur edhe shifra të larta dëmshpërblimi. Megjithatë, deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar publik për një paditë të tillë. Ajo që mbetet e sigurt është se prajmi i fundit ka kthyer Fabiolën në një nga emrat më të komentuar të momentit, ndërsa vendimi për fatin e saj në ferma VIP tashmë është në dorën e publikut.